Për vitesh e lënë pazore dhe e mbuluar nga ndërtimet pa leje e zaptimet, Lagja e Liria ka nisur të marrë një pamje tjetër. Bashkia e Shkodër ka vijuar për të dytën ditë me radhë aksionin për pastrimin, sistemimin dhe lirimin e hapësirave publike në hyrje të qytetit. Vazhdojmë. Në ditën e dytë të aksionit në Lagjen Liria, i japim hyrjes së qytetit frymëmarrje nga zaptimi. Është ky postimi publik i shpërndarë në rrjetet sociale të kryebashkiakut Beci, teksa e shoqëron atë me pamje nga ky aksion. I gjithë synon të japë një frymëmarrje një prej zonave më të frekuentuara të Shkodrës, duke rikthyer hapësirat për qytetarët. Punonësit e ndërmarrjeve publike dhe policia bashkiake po ndërhyjnë për të çmontuar kioskat, strukturat e përkohshme dhe çdo zaptim që ka bllokuar trotuaret apo rrugët dytësore. Kjo nisëm është pjesë e një plani të gjerë që ka nisur kohë më parë dhe do të shtrihet në të gjitha lagjet e qytetit. Kësaj here vëmendja është përqendruar pranë blloksheve të pallateve, ku edhe vetë qytetarët kanë depozituar ankesa pranë policisë bashkiake për zënjen e hapësirave të përbashkëta për komunitetin. Aksioni për të vijojë edhe në ato zona të qytetit ku janë evidentuar shkelje dhe zaptime të sipërfaqeve publike, të cilat duhet i kthehen qytetarëve.